Data 1 gusht. Gjyqtarët. Kapitulli 15. Mbas një farë kohe, kur korret gruri, Sansoni shkoi të vizitojë të shoqen duke pasur me veti një kec dhe tha: "Dua të hyj në dhomë të gruaja ime." Por jati e saj nuk e lejoi të hyjë dhe i tha: "Mendoja pikërisht që ti e urren, prandaj ja dha shokut tënd. A nuk është më e bukur motra e saj më e vogël? Merre pra në vend të saj." Sansoni u përgjigj atyre: "Këtë herë nuk do të kem asnjë faj ndaj filistejve në rast se do t'ju bëj ndonjë të keqe." Kështu Sansoni shkoi dhe kapi 300 dhelpra. Pastaj mori pishtar, i ktheu dhelprat bisht me bisht dhe i vuri nga një pishtar midis dy bishtave. Pastaj ndezi pishtarët dhe i la dhelprat e iknin në përfushat e grurit të filistejve dhe dogjit demetet dhe grurin akoma më këmbë, madje dhe vreshtat dhe ullishtat. Atëherë filistejt pyeten: "Kush e bëri këtë?" Morën këtë përgjigje: "Sansoni, dhëndri i burrit të Timnahut, sepse ky mori gruan dhe ja dha si bashkëshorte shokut të tij." Kështu filistejt u ngritën dhe i vun flakën asaj dhe atit të saj. Samsoni u tha atyre: "Meqense se keni bërë këtë gjë, unë do të hakmerrem sigurisht kundër jush dhe pastaj do të rri." Kështu i goditi në mënyrë të pamërshirshme duke bërë kërdi të madhe. Pastaj zbriti dhe qëndroi në shpellën e shkëmbit të Etamit. Atëherë filistejt dolën, ngritën kampin e tyre në Juda dhe ushtrin deri në Lehi. Njerëzit e Judës u thanë atyre: "Pse dolët kundër nesh?" Ata ju përgjigjen: "Dolën për të kapur Sansonin dhe për t'i bërë atij atë që ai na ka bërë neve." Atëherë trimi i burrat të Judës zbritën në shpellën e shkëmbit të Etamit dhe i thanë Sansonit: "Nuk e di që filistejt na sundojnë? Çfarë na bëre kështu?" Ai u përgjigj kështu: "Ata që më bën mua, unë ua bëra atyre." Ata i thanë: "Ne kemi zbritur që të kapim dhe të dorëzojmë në duart e filistejve." Sansoni u përgjigj: "Betohuni që ju nuk do të më vrisni." Atëherë ata i folën duke thënë: "Jo, vetëm do të lidhim dhe do të dorëzojmë në duart e tyre, por me siguri nuk do të vrasim." Kështu e lidhen me 2 litar të rinj dhe e nxorën nga shpella. Kur arritin në Lehi, filistejt i dolën përpara me klith magazimi, por fryma e Zotit erdhi fuqishëm mbi të dhe litarët që kishte në krah u bën si fije liri që digjen dhe lidhjet i ran nga duart. Gjeti pastaj një nofull gomari akoma të freskët, shtriu dorën dhe e kapi, me të vrau 1000 njerëz. Atëherë Sansoni tha: "Me një nofull gomari pirgje mbi pirgje, me një nofull gomari vrava 1000 njerëz." Kur mbaroi se foluri, hodhi nofullën dhe e quajti atë vend Ramath Lehi. Pastaj pati një etje të madhe dhe kërkoi ndihmën e Zotit duke thënë: "Ti lejove këtë çlirim të madh në dorën e shërbëtorit tënd, por a duhet të vdes unë tani nga etja dhe të bie në duart e atyre që nuk janë rreth prerë?" Atëherë Perëndia çau shkëmbin e lugët që ndodhet në Lehi dhe doli ujë prej tij. Ai pi ujë, fryma e tij u gjallërua dhe ai mori jetë. Prandaj e quajti këtë burim En Hakore. Ajo ekziston në Lehi edhe sot. Sansoni që gjyqtari i Izraelit për 20 vjet në kohën e filistejve. Veprat e apostujve, kapitulli 19. Dhe ndodhi që ndërsa Apollo ishte në Korint, Pali, mbasi shkoi në zonat më të larta, arriti në Efes dhe si gjeti disa dishepuj, u tha atyre: "A e keni marrë frymën e shenjtë kur u bët besimtar?" Por ata i thanë: "Ne as që e kemi dëgjuar se pas ka frymë të shenjtë." Dhe ai u tha atyre: "Në çfarë pra u pagzuat?" Por ata i thanë: "Në pagzimin e gjonit." Atëherë Pali tha: "Gjoni pagzoi pagzim pendimi, duke i dhënë popullit të besonin në atë që do të vinte pas tij, domethënë Jezu Krishtin." Dhe ata, si dëgjuan, u pagzuan në emër të Zotit Jezus. Dhe kur Pali vuri duart mbi ta, fryma e shenjtë zbriti mbi ta dhe ata folën në gjuhë të tjera dhe profetizuan. Dhe gjithsej ishin rreth 12 burra. Dhe si hyri në sinagog, u foli lirisht njerëzve 3 muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Por duke qenë se disa ngurtësoheshin dhe nuk besonin dhe flisnin keq për udhën përpara turmës, ai u largua prej tyre, i ndau dishepujt dhe çdo ditë fliste në shkollën e një far tirani. Dhe kjo vazhdoi 2 vjet me radhë, kështu që të gjithë banorët e Azisë, judejnë dhe grek, e dëgjuan fjalën e Zotit Jezus. Dhe Perëndia bënte mrekullira të jashtëzakonshme me anë të duarve të Palit, aq sa mbi të sëmurët sillnin rizë dhe përparse që kishin qenë mbi trupin e tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymrat e liga dilnin prej tyre. Dhe disa nga yshtësit shëtitës judenj u orvatën të tharrasin emrin e Zotit Jezus mbi ata që kishin frymrat e liga duke thënë:
Ju përbetohemi për Jezusin, të cilin predikon Pali. Ata që e bënin këtë ishin 7 bit e një farskevi, kur e prift Jude. Por fryma e ligë ju përgjigj dhe tha: Jezusin e njoh dhe e di Palin, por ju të cilët jeni? Atëhera ai njeri që kishte frymën e ligë u hodh mbi ta dhe si i mundi u shtroi një dhunë aq të madhe sa ata ikën nga ajo shtëpi lakuriq e të plagosur. Por kjo u mor vesh nga të gjithë judejnë dhe grekët që banonin në Efes dhe të gjithë i zuri frika dhe emri i Zotit Jezus madhërohej. Dhe shumë nga ata që kishin besuar vinin duke rrëfyer dhe duke treguar veprat e tyre. Por shumë nga ata që ishin marrë me magji, i sollën librat dhe i dogjën përpara të gjithëve dhe si e llogaritën çmimin e tyre gjetën se ishin 50.000 copë argjendi. Kështu fjala e Zotit shtohej dhe forcoi fuqishëm. Mbas këtyre ngjarjeve, Pali kishte vendosur në frym të shkojë në Jeruzalem, duke kaluar nëpër Maqedoni dhe nëpër Akai dhe thoshte: Mbasi të kem qenë atje, më duhet të shoh edhe Romën. Atëherë dërgoi në Maqedoni 2 nga ata që i shërbenin, Timoteun dhe Erastin, dhe vetë ndenjë edhe cakoh në Azi. Dhe në atë kohë u bë një trazir jo e vogël lidhur me udhën, sepse një far njeriu me emër Dimitër Argjendar, i cili bënte tempuj të Dianës në argjend, u sillte artizanëve jo pak fitim. Ai i mblodhi këta bashkë me punëtorët që i kishin një veprimtari të përafërt dhe tha: O burra, ju e dini se mirëqenia jonë vjen nga kjo veprimtari. Dhe ju shihni dhe dëgjoni se ky Pali u ka mbushur mendjen dhe ktheu një numër të madh njerëzish jo vetëm në Efes, por gati në mbar Azin, duke thënë se nuk janë perëndi ata që janë bërë me duar. Dhe jo vetëm që është rreziku për ne që kjo mjeshtëria jonë të hidhet poshtë, por që edhe tempulli i perëndeshës së madhe Artemisa të mos vlerësohet me as pak, dhe që t'i hiqet madhështia asaj që gjithë Azia, madje gjithë bota e nderon. Ata kur i dëgjuan këto gjëra u mbushën me zemrim dhe bërtitën duke thënë: E madhe është Artemisa e Efesianëve. Dhe gjithë qyteti u mbush me rrëmuj. Dhe si morën me forcë Gain dhe Aristarkun, Maqedonas, bashkëudhëtar të Palit, u sulën të gjithë me një mendje të vetme në teatër. Dhe Pali donte të dilte në ndër popull, por t'i shepujt nuk e linin. Edhe disa nga aziarkët që ishin armiq të tij, dërguan tek ai dhe u lutën të mos dilte në teatër. Por disa bërtisnin një gjë, të tjerë një tjetër, sepse mbledhja ishte trazuar dhe më të shumtët nuk dinin përse kishin mbledhur. Atëherë, nga turma, nxorën Aleksandrin, të cilin e shtyn judejt. Dhe Aleksandri, si bëri shenjë me dorë, donte të mbante një fjalë mbrojtjeje përpara popullit. Por kur e morën vesh se ishte jude, të gjithë me një zë filluan të bërtasin për rreth 2 orë: E madhe është Artemisa e Efesianëve. Kancelari i qytetit, mbasi e qetësoi turmën, tha: O Efesian, cili është valla e njeri që nuk e di se qyteti i Efesianëve është mbrojtësi i tempullit të perëndeshës së madhe Diana dhe imazhit të saj që ra nga Jupiteri? Duke qenë pra se këto janë të pakundërshtueshme, ju duhet të qetësoheni dhe të mos bëni asgjë të nxituar. Sepse i prut këta njerëz që nuk janë as hajdut tempujsh, as blasfemues të perëndeshës suaj. Pra në qoftë se Dimitri dhe mjeshtrit që janë me të kanë diçka kundër dikujt, gjykatat janë hapur dhe prokonsuj ka, le të padisi njëri tjetrin. Dhe nëse keni ndonjë kërkesë tjetër për të bërë, të zgjidhet në kuvend sipas ligjit, sepse ne jemi në rrezik të akuzohemi për kryengritjen e sotme, sepse nuk ka asnjë arsye me të cilën të përligjet ky grumbullim. Dhe si i tha këto, e shpërndau mbledhjen. Jeremia, kapitulli 28. Po atë vit, në fillim të mbretërimit të Sedekias, mbreti i Judës, në vitin e 4 në muajin e 5, ndodhi që Hananiahu, biri i Azurit, profetit, që ishte nga Gabaoni, më foli në shtëpinë e Zotit në prani të priftërinjve dhe të gjithë popullit, duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Unë thyej zgjedhjen e mbretit të Babilonisë. Brenda 2 vjetëve unë do të bëj që të kthehen në këtë vend të gjitha orenditë e shtëpisë së Zotit që Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, mori nga ky vend dhe i çoi në Babiloni. Do të kthej gjithashtu në këtë vend, thot Zoti, Jekonjahun, birin e Jehojakimit, mbreti i Judës, me gjithë të internuarit e Judës që kanë shkuar në robëri në Babiloni, sepse do të thyej zgjedhjen e mbretit të Babilonisë. Atëherë profeti Jeremia ju përgjigj profetit Hanania në prani të priftërinjve dhe në prani të gjithë popullit që gjendej në shtëpinë e Zotit. Profeti Jeremia tha: Amen, kështu bëvë Zoti,
Zoti realizoft atë që ke profetizuar duke bërë që të kthehen nga Babilonia në këtë vend orendit e shtëpisë së Zotit dhe të gjithë ata që janë çuar në robëri. Megjithatë, dëgjoj tani këtë fjalë që do të them para veshëve të tu dhe para veshëve të gjithë popullit. Profetët që kanë ardhur para meje dhe para teje, që nga kohët e lashta kanë profetizuar kundër shumë vendeve dhe kundër mbretërive të mëdha, luftën, urinë dhe murtajën. Profeti që profetizon paqen, kur fjala e tij do të realizohet, do të njihet si një profet i vërtet i dërguar nga Zoti. Atëherë profeti Hanania mori zgjedhjen nga qafa e profetit Jeremia dhe e coptoi. Pastaj Hanania u foli në prani të gjithë popullit duke thënë: "Kështu thot Zoti, në këtë mënyrë unë do të thyej zgjedhjen e Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë brenda 2 vjetëve nga qafat e gjithë kombeve." Profeti Jeremia iku në rrugën e tij. Pasi profeti Hanania theu zgjedhjen nga qafa e profetit Jeremia, fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: "Shko dhe i thuaj Hananiahut: Kështu thot Zoti, ti ke thyer disa zgjedha prej druri, por në vend të tyre ke krijuar zgjedha prej hekuri. Kështu në fakt thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Unë vë një zgjedh prej hekuri mbi qafën e tërë këtyre kombeve që ti shërbejnë Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, dhe ata do t'i shërbejnë. Ati i kam dhënë gjithashtu kafshët e fushës." Pastaj profeti Jeremia i tha profetit Hanania: "Dëgjoj Hanania, Zoti nuk të ka dërguar dhe ti e ke shtyrë këtë popull t'i besoj gënjeshtrës. Prandaj kështu thot Zoti: Ja, unë do të përzoj nga faqja e dheut, si vjet ke për të vdekur, sepse ke folur për rebelim kundër Zotit." Profeti Hanania vdiq pa të vit në muajin e 7. Marku, kapitulli 14. Por 2 ditë më vonë që Pashka dhe festa e të ndormëve, dhe kryepriftrin dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta kapnin Jezusin me dredhi dhe ta vrisnin. Por thonin: "Jo në fest, që të mos ndodhë në një trazir nga populli." Dhe kur ai ishte në Betani, në shtëpinë e Simonit Lebroz, dhe ndërsa ishte në tryez, hyri një grua me një enë alabastri me vaj i argëndshëm me nard të vërtet, shumë të kushtueshëm. Ajo e theu enën prej alabastri dhe ja derdhi vajin mbi krye. Dhe ishin disa që u indinjuan në veten e tyre dhe thanë: "Përse të humbas ky vaj i argëndshëm? Sepse ky vaj mund të shitej për më shumë se 300 denar, dhe këto t'u jepeshin të varfërve." Dhe ishin të indinjuar ndaj saj. Por Jezusi tha: "Lëreni të qetë. Pse shqetësoni? Ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje, sepse të varfrit i keni gjithmonë me vete. Dhe kur të doni, mund të bëni mirë, por mua nuk më keni gjithmonë. Ajo bëri atë që mundi, vajosi para kohet trupin tim për varrim. Por po ju them në të vërtetë se në të gjithë botën, kudo që do të predikohet ky ungjill, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri në përkujtim të saj." Atëherë Juda Iskarioti, një nga të 12-tët, shkoi te kryepriftrind që t'u dorëzonte Jezusin. Dhe ata kur e dëgjuan u gëzuan dhe i premtuan se do t'i jepnin para. Kështu ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta tradhtuar. Tani në ditën e parë të festës së të ndormëve, kur flijohej Pashka, dishepujt e vet i thanë: "Ku do ti të shkojmë dhe të përgatisim për ta ngrënë Pashkën?" Atëherë ai dërgoi 2 nga dishepujt e vet duke u thënë: "Shkoni në qytet dhe atje do të takoni një njeri që mbart një shtam plot me ujë. Ndiqeni atë. Dhe atje ku ai do të hyjë, i thoni të Zotit të shtëpisë: Mësuesi thot: Ku është dhoma ku mund të hap Pashkën me dishepujt e mi? Atëherë ai do t'ju tregoj lart një sallë të madhe, të shtruar dhe gati. Aty përgatitni për ne." Dhe dishepujt e tij shkuan, erdhën në qytet dhe e gjetën ashtu siç ai u kishte thënë, dhe përgatitën Pashkën. Kur u bë darkë, ai erdhi me të 12-tët. Dhe kur po rrinin në tryez dhe po hanin, Jezusi tha: "Ju them në të vërtetë se njëri për jush që po ha me mua, do të më tradhtoj." Atëherë ata filluan të trishtohen dhe t'i thoshin njëri pas tjetrit: "Mos jam unë?" Dhe një tjetër tha: "Mos jam unë?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Është një nga të 12-tët që po ngjyen me mua në çanak. Po, biri i njeriut po shkon ashtu siç është shkruar për të, por mira i njeriu me anë të cilit tradhtohet biri i njeriut. Do të ishte më mirë për atë njeri të mos kishte lindur kurrë." Dhe ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukë, e bekoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë: "Merrni, hani, ky është trupi im." Pastaj mori kupën, falenderoi, u dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. Atëherë u tha: "Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re që derdhet për shumë veta.
Në të vërtet, unë po ju them se nuk do të pi më prej frutit të hardhis deri në atë ditë kur do ta pi të ri në mbretërinë e Perëndis. Dhe mbasi këndua një himn, dolen për në malin e ullinjve. Dhe Jezusi u tha atyre: ju të gjithë do të skandalizoheni me mua sonte, sepse është shkruar: do ta godas bariun dhe delet do të shpërndahen, por mbasi të ringjallem, unë do të shkoj përpara jush në Galile. Por Pietri i tha: edhe sikur të gjithë të tjerë të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem. Dhe Jezusi i tha: unë po të them në të vërtetë se sot, pikrisht në këtë natë, para se gjeli të këndoj 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë. Por ai duke ngulur këmbë më tepër thoshte: edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj kurrë. Të njëjtën gjë thoshin edhe gjithë të tjerët. Pastaj ata arritën në një vend që quhej Gjetsemani, dhe ai u tha dishepujve të vet: uluni këtu derisa unë të jem lutur. Dhe mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe filloi ta zër frika dhe ankthi, dhe u tha atyre: shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar. Dhe si shkoi pak përpara, ra përmbys për tokë dhe lutej që po të ishte e mundur të largohej prej tij ajo orë, dhe tha: Aba, Atë, çdo gjë për ty është e mundur. Largoje prej meje këtë kup, por jo ato që dua unë, por ato që do ti. Pastaj u kthye mbrapa, i gjeti duke fjetur dhe i tha Pietrit: Simon, po fle? S'ke qenë i Zotit të rish zgjuar një orë të vetme? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos hyni në tundim. Sigurisht fryma është e gatshme, por mishi është i dobët. U largua përsëri dhe u lut duke thënë të njëjtat fjalë. Kur u kthye i gjeti përsëri në gjumë, sepse sytë e tyre ishin rënduar dhe ata nuk dinin çfarë t'i përgjigjeshin. Së fundmi, kthehet për të tretën herë dhe u thot atyre: flini tani dhe pushoni. Mjaft, erdhi ora. Ja, biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Çohuni të shkojmë. Ja, ai që po më tradhton është afër. Dhe në ato çast, ndërsa ai ende po fliste, erdhi Juda, një nga të 12-tët, dhe me të një turmë e madhe me shpata e shkopinj, dërguar nga kryepriftrinjt, nga skribët dhe nga pleqt. Dhe ai që po e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë duke thënë: kjo do të puth, ai është, kapini dhe çojeni të siguruar. Dhe si arriti, u afrua me njëherë tek ai dhe tha: Rabi, Rabi, dhe e puthi. Atëherë ata vun dorë mbi të dhe e arrestuan. Dhe një nga të pranishmit nxori shpatën, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ja preu veshin. Atëherë Jezusi duke ju përgjigjur tha: pas keni ardhur me shpata e me shkopin të më kapni sikur të isha një kusar? Për ditë isha midis jush në tempull duke dhënë mësim dhe ju nuk më arrestuat, por kjo po ndodh që të përmbushen shkrimet. Atëherë të gjithë e lanë dhe ikën. Dhe një far djaloshi që kishte mbështjell trupin e zhveshur me një qarqaf liri, po e ndiqte dhe të rinte kapën. Por ai e lëshoi qarqafin prej liri dhe iku nga ata lakuriq. Atëherë ata e quan Jezusin te kryeprifti dhe u mblodhen tek ai të gjithë kryepriftrinjt, pleqt dhe skribët. Dhe Pietri e ndoqi nga larg deri brenda në oborrin e kryepriftit dhe ul atje bashkë me rojtarët dhe ngrohej afër zjarrit. Dhe kryepriftrinjt dhe gjithë Sinedri kërkuan dëshmi kundër Jezusit për ta vrarë, por nuk po gjenin, sepse shumë veta jepnin dëshmi të rreme kundër tij, por dëshmitë e tyre nuk përputheshin. Atëherë disa u ngritën dhe dhanë dëshmi të rreme kundër tij duke thënë: ne e kemi dëgjuar se ka thënë: unë do ta prish këtë tempull të bërë me dorë dhe brenda 3 ditësh do të ndërtoj një tjetër jo të bërë me dorë. Por as mbi këtë dëshmia e tyre nuk përputhej. Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të kuvendit dhe e pyeti Jezusin duke thënë: nuk përgjigjesh fare? Çfarë po dëshmojnë këta kundër teje? Por ai heshti dhe nuk u përgjigj fare. Përsëri kryeprifti e pyeti dhe i tha: a jeti Krishti, biri i të bekuarit? Dhe Jezusi tha: unë jam. Dhe ju do ta shihni birin e njeriut të ulur në të djathtë të pushtetit dhe duke ardhur me rreth e qiellit. Atëherë kryeprifti duke i shqyer rrobat e tij tha: ç'nevojë kemi më për dëshmitar? Ju e dëgjuat blasfemin, ç'ju duket? Dhe të gjithë gjykuan se ai ishte fajtor për vdekje. Dhe disa filluan ta përshtyjnë, t'i ambulojnë fytyrën, ta qellojnë me shumë plaka dhe t'i thonë: profetizo. Dhe rojtarët e godisnin me pëllëmët e duarve. Ndërsa Pietri ishte poshtë në obor, erdhi një nga shërbëtorët e kryepriftit. Dhe kur pa Pietrin që po ngrohej, e vështroi me kujdes dhe tha: edhe ti ishe me Jezusin Nazarenas. Por ai e mohoi duke thënë: nuk e di as nuk marr vesh se ç'po thua. Pastaj doli jashtë në hyrje të oborrit dhe gjeli këndoi. Dhe shërbëtorja duke e parë përsëri filloi të flasë të pranishmeve: ky është nga ata. Por ai përsëri e mohoi. Dhe pak më vonë të pranishmit i thanë përsëri Pietrit: me të vërtetë ti je një nga ata, se ti je Galileas dhe e folura jote ngjan. Por ai nisi të mallkoi dhe të betohet.
Unë nuk e njoh atë njeri për të cilin po flisni, dhe gjeli këndoi për të dytën herë. Atëherë Pietrit ju kujtua fjala që Jezusi i kishte thënë: "Përpara se gjeli të këndojë 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë." Dhe duke e menduar këtë, shau.